Mirëmëngjes, shikues të nderuar, do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë ditën e sotme për të njohur me disa prej ngjarjeve më kryesore të orëve të fundit në vendin tonë, ku sigurisht do të flasim për situatën e zjarreve që përfshiu Krujën mbrëmjen e kaluar. Një zjarr i përmasave të mëdha përfshiu zonën e Krujës gjatë natës, ndërkohë që flakët u përhapën me shpejtësi, duke rrezikuar edhe banesat pranë malit. Situata u përkeqësua nga era, duke favorizuar përhapjen e zjarrit drejt zonave të banuara. Pas një betejë të gjatë me flakët, duket se rreziku ka kaluar pa dëme në banesa. Gjatë mbrëmjes nisi edhe evakuimi i banorëve në zonën e Barabit Llaba në këtë bashki si pasojë e përhapjes së flakëve të zjarrit. Referuar Agjencisë për Media dhe Informim, operacioni u zhvillua në koordinim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Prefekturën e Qarkudurrësit, Bashkinë Krujë, Policinë e Shtetit, si dhe forcat e armatosura. Prioritet për evakuim patë në fëmijët dhe të moshuarit, ndërkohë që edhe personat me aftësi ndryshe si të familjet në zonat e izoluara, ndërkohë që Bashkia Krujë do të garantojë strehimin e përkohshëm si dhe asistencën e nevojshme për të evakuarit nga flakët. Autoritetet u bën thirrje banorëve të ndjekin udhëzimet e strukturave të emergjencës dhe të bashkëpunojnë të gjithë gjatë këtij procesi të evakuimit, të artikuluar mbrëmjen e kaluar kur u dha urdhri për evakuim në disa zona dhe në disa lagje të Bashkisë Krujë. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi dhe Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari kanë qenë gjithë natën në terren në Krujë, ku ndoqën nga afër situatën e krijuar nga zjarri, duke koordinuar operacionet e emergjencës për neutralizimin si dhe shuarjen e flakëve në këtë zonë. Duhet thënë se në terren nga ajri, por edhe nga toka kanë qenë të angazhuar 21 mjete zjarr fikse, 3 helikopter, dron baraktar TB2 si dhe 2 dron me kamera termike të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, si dhe autoambulanca për çdo rast rreziku situate me të evakuarit nëse do të pësonin asfiksi, por deri tani për hir të vërtetës, për fat të mirë nuk kemi patur të dëmtuar. Ndërkohë detajet të tjera do të na jap ditën e sotme kolegja ime Lediana Braçe, e cila që në orët e para të mëngjesit të së sotme ka qenë në Krujë për të parë më nga afër situatën dhe të paktën sipas informacioneve paraprake duket se janë shuar vatrat, por rreziku vazhdon të mbetet potencial. Diana, të përshëndes, si është situata? Kemi akoma vatra aktive apo është bërë e mundur shuarja e të gjitha vatrave që mbrëmjen e kaluar rrezikuan edhe jetën e disa banorëve në këtë zonë? Alba, përshëndetje. Në fakt, vatra aktive vetëm para një ore, në fakt ishte një vatër aktive në rrugën e Qafshtamës, por dhe ajo në fakt u arrit që të neutralizohej nga forcat zjarrfikse, po ashtu edhe nga helikopteret të cilët të ndërhyjnë për shuarjen e kësaj vatre. Ajo që duhet thënë në fakt është se dëmet të cilat në fakt kanë shkaktuar, po themi si në mjedis, janë të mëdha, pasi po qindra hektar pemë shkure janë djegur nga zjarri. Shuaj atë që partikulon në fakt që duket se edhe mendimin e operatorit po bën një pasqyrë të terrenit edhe të zonave ku ka patur flakë mbrëmjen e kaluar dhe duket se sot është neutralizuar. Janë pamje që vijnë drejt për së drejti nga një lokacion i operatorit dhe kolegës ton Lediana Braçe, e cila po ndjek nga afër situatën tashmë më nën kontroll nga autoritetet dhe zjarrfikset, por mendimin e regjisë besoj do të kemi dhe audion për të dëgjuar dhe një sqarim të detajuar nga kolegja ime në terren. Në këtë natë ferri duhet konsideruar që kanë pësuar banorët e Krujës, ku disa zona kanë qenë të rrezikuara shumë seriozisht nga flakët dhe nga përvërshimi i tyre shumë pranë banesave, ndërkohë që është bërë edhe thirrja urgjente për evakuim, ndërkohë që sipas informacioneve raportohet se ka patur edhe disa tentativa për të nxjerrë nga shtëpia për të evakuuar në fakt banorët nga shtëpia, edhe me me mospajtimin e tyre për shkak se nuk donin që të linin banesat pasi zjarret po afroheshin me shpejtësi drejt zonave të banuara, duke rrezikuar kështu edhe jetën e tyre, ndërkohë me një shumësi të madhe zjarrfikse që kanë mbërritur në terren dhe me bashkëpunimin e forcave zjarrfikse në rang kombëtar që kanë zbritur në Krujë, duket se është bërë neutralizimi i flakëve dhe mëngjesin e kësaj të diele duket se kemi shuar edhe vatrat e fundit, ndërkohë që rreziku mbetet ende potencial. Nuk e di nëse mendimin e regjisë do të kem tashmë një sqarim të detajuar nga zona ku ndodhet kolegja Lediana Braçe sa i takon situatës së zjarreve.
Alba, nuk e di nëse më dëgjon, sikur se shohim edhe në këto pamje të drejt për drejta, kjo është një, po themi, një panoramim, edhe një pasqyrim i situatës, duke parë dëmet në fakt që ka lënë zjarri i mbrëmjes të shtunës. Duhet thënë që për banorët në fakt ka shkaktuar ankth dhe panik, duke qenë se flakët, ashtu sikur se na treguan edhe banorët, të cilët ne patëm një komunikim pak më parë dhe me ta, duke na thënë që ishte një zjarr me përmasa gjigande, ishte shumë i vështirë në fakt për ndërhyrjen, për shuarjen dhe për neutralizimin e tij. Vetë banorët kanë qenë të pranishëm edhe sikurse dhe ata na thanë që kanë ndihmuar për shuarjen dhe për neutralizimin e flakëve. Po ashtu ka pasur një operacion masiv nga toka, nga ajri, pasi duhet thënë që zjarri ka qenë shumë afër banesave dhe duke u bërë kështu një kërcënim edhe për shtëpitë dhe për banorët, të cilët janë ndjerë të rrezikuar dhe të kërcënuar, ashtu sikur se u bë dhe apel mbrëmjen e dieshme që një pjesë e banorëve që ishin afër vatrës zjarrit të evakuoheshin. Në operacion duhet thënë në fakt që janë përfshirë mbi 200 efektiv të strukturave të emergjencave civile dhe të forcave të armatosura, si dhe 80 efektiv të mbrojtjes nga zjarri dhe nga shpëtimi. Gjithashtu ka pasur rreth 21 mjete zjarrfikse, 3 helikopterë të cilët kanë ndihmuar në shuarjen e zjarrit. Aktualisht që flasim, këto janë pamje të drejtë për drejta të cilat na sjell edhe operatori ynë. Situata është e qetë, qytetarët të cilët na kanë treguar për orët e ferit, sikurse i quajnë dhe ata, pra që kanë përjetuar mbrëmjen e dieshme, shprehen në fakt të shqetësuar, sidoqoftë edhe për pamjen e trisht, duhet thënë që zjarri ka lënë në këtë ditë pas flakëve të mëdha të cilët ata u janë detyruar mbrëmjen e dieshme që ti luftojnë në farë forme për t'i shuar dhe për t'i neutralizuar. Aktualisht që flasim, forcat zjarrfikse kanë nisur që të largohen nga zona ku mbrëmjen e dieshme në fakt pati një zjarr të madh me përmasa masive dhe për të qenë sigurisht në mbikëqyrje nëse ndonjë vatër tjetër mund të reaktivizohet. Për të kujtuar Alba që ka qenë pikërisht ndezja e zjarrit, ashtu sikurse është raportuar edhe në media nga një 73 vjeçar, pra banor i lagjes Abaze, i cili ka shkaktuar të gjithë këtë, po themi, këtë djegje masive, këtë natë feri të cilët kanë kaluar banorët e Krujës, pikërisht djegja e disa barerave, sikurse është i uftuar edhe në media, ka bërë që zjarri të marrë përmasa gjigande. Sigurisht 73 vjeçari është arrestuar dhe është marrë nga policia për të sqaruar në fakt edhe procedurat në vijim. Kjo është pamje që ju sjellim drejt për së drejti nga mali i Krujës, ku ajo që mund të themi është se vjet re djegje masive e pemëve, e shkureve dhe sigurisht një erë që mbizotron në ambient. Edhe një shtres tymi e cila duket në horizont, po që base edhe është haruar nga viti kaluar, ku kemi patur situata të zjarreve masive, kryesisht që përfshin zonën e jugut me dëme të konsiderueshme dhe me një mirë fakt bëra nga autoritetet, por dëmet ishin aty në lutën që dora e njeriu duket se është evidentimi i parë që bën autoritetet për zjarrvënie të qëllimshme, ndërkohë u kërkua nga ligjvënësit tanë parlament që ta shpërsohet ligji për ata që bëjnë këtë veprim, pra një krim kundër natyrës dhe që ka pasojë katastrofike në natyrë, por mund të rrezikojë dhe jetën e banorëve në zona të caktuara. Duket se u shpërsua vitin e kaluar dhe si vjet fatëm këtë situatë të parë të zjarreve masive, por edhe me këtë 73 vjeçar nga Kruja që duket se për të djegur barin në një lokacion ku ai ndodhi, pati këtë incident caktuar dhe ky zjarr mori përmasa të mëdha. Lediana, si është qasja e banorëve? Unë e di që mund të ketë shpatur... Alba, edhe pse është bërë, po. Mund të ketë shpatur, këtu mos është një zjarr aktiv ndërkohë që ne vazhdojmë bisedën? Sigurisht banorët...
Po, ndërkohë që ne flasim, një vatër duket se po reaktivizohet pasi në këto momente ka dhe një erë që fryn, kështu që edhe kjo e nxit për të pasur një reaktivizim të vatrës zjarrit që si duket mund të avancoj nga momenti në moment, ne po mundohemi që të afrohemi pak më afër në mënyrë që të kemi pamjet edhe më të qarta për të kuptuar, po banorët në fakt ashtu sikurse edhe ne kemi folur me ta, na kanë treguar se kanë qenë të gatshëm edhe kanë ndërhyrë për të ndihmuar edhe forcat zjarfikse për shuarjen e zjarrit. Sigurisht është bërë thirrje edhe nga institucionet përkatëse dhe nga organet kompetente që personat të cilët po në fakt Alba është reaktivizuar një vatër zjarri, sikurse mund t'i shohim edhe në këto pamjet drejt për drejta, besoj do të duhet ndërhyrje nga ajri me helikopter për shuarjen e kësaj vatre. Lediana, më qëndro pak edhe në këtë pamje, po edhe në këtë artikulim. Duket se me punën që po bën, të falenderoj shumë edhe pak më përnejp dhe një panoramë të ngjarjeve live dhe duket se kemi dhe një reaktivizim të një vatre tjetër. Së pari të kërkoj që të qëndrosh së bashku me operatorin dhe grupin e zërimit në një zonë të sigurt edhe pastaj raportimi patjetër është i rëndësishëm për të informuar qytetarët, por më e rëndësishme për ne është siguria e grupit të zërimit dhe e jotja. Ajo që duhet që të pyes dhe të më japësh pak më shumë indicie është fakti se përtej aktivizimet të këtyre vatrave, banorët e zonës duket se mbrëmjen e kaluar kanë refuzuar të, më themi, edhe të respektojnë vendimin që vinte nga bashkia nga bashkia e Krujës për të larguar nga banesat e tyre, nga shtëpitë e tyre që shpesh herë kemi parë edhe në situatat e tjera të zjarreve masive, kryesisht në jug, që refuzojnë të lëjnë shtëpitë. Pak biseda e di që ke patur ditën e sotme, situatë terrori, situatë frike, një ditë e zezë për ta, janë bindur lehtësisht apo e kanë patur pak për të vështirë të lënë banesat kur zjarri për masave të mëdha po afrojnë në banesat e tyre? Ja mund të sësh Alba. E vërtet Alba ka pasur qytetarë të cilët kanë refuzuar në fakt që të largohen nga banesa e tyre, për shkak se ka dashur të qëndrojnë aty për të parë edhe situatën se si do të shkonte, por nga komunikimi që ne kemi pasur edhe me banorët, fatmirësisht nuk ka pasur banesa të cilët janë rrezikuar apo janë djegur nga flakët e mbrëmjes kaluar, por sikurse më tha një banor me të cilën komunikova pak më parë, një stan, një magazin ka qenë është djegur nga flakët që përfshin mbrëmjen e djeshme, nisën në lagjen Abazaj për të përhapur pas edhe në një pjesë më të madhe të malit të Krujës, por sigurisht banorët edhe tani të cilët kishin dalë në teren për parë edhe situatën që ka mbet pas zjarrit, treguan dhe thanë se sigurisht nuk kanë fjetur gjumë edhe nuk kanë arritur do të pushojnë duke parë edhe gjendjen në të cilën kishte përfshirë Krujën. Ne po shpresojmë duke qenë se sikurse shohim në këto pamje të drejtë për drejta që situata të mos agravojë më sipër me zjarrin edhe mos të përhapet më tej, pasi është një zonë shkëmbore dhe sigurisht po mbyllet deri aty, por jemi në pritje në fakt që edhe forcat e zjarfikses apo nga ajri të kenë mundësi që të vinë edhe ta neutralizojnë këtë në atë perimetër vatër zjarri që ka përfshirë zonën këtu. Në atë perimetër që arrin të shquash, edhe pse është një vatër që aktivizuar. Po, e di që ke pak probleme me dëgjimin, jemi në situatë edhe jo normale për të raportuar Ledian, por në momentin që ne nisëm këtë raportim së bashku dhe këtë pasqyrë të situatës të dëmeve të zjarrit, patëm këtë reaktivizim të vatrës. Në një kohë që në perimetrin e sigurisë që ti ke,
nuk ka asnjë Ne për zjarr momentin fikse. fakt jemi në një distancë më të largët, por këtu nuk kemi zjarr fiks për momentin, por nëse zjarri do të mbërri pak më poshtë në pjesën e rrugës, do të jetë problem, pasi do të përfshi gjitha pemët të cilat ne kemi edhe jemi në këtë zonë këtu. Sigurisht shpresojmë që zjarr fikset vinë edhe të ndërhyjnë nga momenti në moment për të bërë të mundur edhe shuarjen e kësaj vatre. Ashtu se kur thashë edhe më herët, një vatër tjetër ka qenë aktive rreth një orë e gjysmë më parë në rrugën e Qafshtamës, por dhe ajo u neutralizua. Kjo është pamja të cilët ne mund t'ju ofrojmë në këto momente, duke lënë duhet thënë, Alba, që edhe tereni është shumë i vështirë, sepse është një terren malor, edhe forcat e zjarfikses e kanë shumë të vështirë në fakt që të ndërhyjnë, vetëm helikopteret mund të ndihmojnë që të bëjnë shuarjen e kësaj vatre. E qartë, Lediana, në një kohë që presim se duket se edhe ky raportimi Euronews mund të kenë ndihmuar autoritetet në këtë pamje të drejtë për drejtë që ka ardhur nga grupi Joni Xhirimit në terren, në këtë aktivizim të vatrës, duroj që kemi shumë shpejt ndërhyrjen e forcave zjarr fikse për ta neutralizuar dhe shuar atë vatër të vogël, por që për shkak të kushteve atmosferike, të rejevit të fyr malor dhe të mund të themi të erave dhe shpejtësisë të erës atje mund të marrë për masat të tjera dhe mund të shkojë edhe shumë pranë banesave. Unë falenderoj për këtë lidhje që bëm, nëse do të ketë edhe ndërhyrje të forcave zjarr fikse, por edhe siguria jote që është gjithmonë prioritet së bashku me grupin e Xhirimit, mund të kërkosh sërish linjën, do të jemi ditën e sotme me këtë lajm kryesor, do të rikthehemi her pas here në këtë ngjarje të orëve të fundit që duket se ka tronditur në fakt gjithë opinionin publik, por me sa duket forcat zjarr fikse kanë arritur të bëjnë një punë shumë të mirë për të neutralizuar të gjitha vatrat aktive, duke rrezikuar edhe jetën forcat zjarr fikse, edhe që mëngjesin e ditës së sotme të mos kishim asnjë vatër aktive dhe duket se ishin njoftimin zyrtare që vinin nga autoritetet, por me sa duket në këtë raportim të drejtë për drejtë patëm dhe aktivizimin e një vatre të vogël që shpresojmë që të mbyllet shumë shpejt dhe mos të kemi edhe përhapje dhe grupi Joni i Xhirimit së bashku me Lediana Braçën, kolegen e Euronews, të jenë të sigurt në raportimin që do të kenë ditën e sotme për disa herë për të parë situatën nga terreni. Shkojmë pak minuta në reklama dhe rikthehemi me të tjera zhvillime.